Ti kof shumë fal, I cili është I vetëm krijues dhe furnizues, I vetëm I adhuruari ynë, Zoti ynë I cili nuk ka lind, nuk ka fëmijë, nuk ka gru, nuk ka ortak, nuk ka partner, I pari pa fillim dhe I fundit pa mbarim, I cili të gjithë I krijoi që të jenë besimtar musliman dhe I ftoi që me dëshirë dhe me vullnet të trasojnë rrugën e Muhamedit alayhi salatu wassalam. Thuaj, o Muhammed, kush don për jush le të besoj dhe kush don për juve le të mohoj. Këto janë fjalët e Zotit, kjo është thirrja e Zotit. Ky është misioni Islam. Me këtë erdhi Muhamedi alayhi salatu wassalam dhe me këtë emanet e kemi obligim edhe ne të trasojmë deri në amshueshmëri, respektivisht deri në përjetësi. Sot në xhaminë e Shipolit, para juve xhamatlit të nderuar, këtu në këtë vend të bekuar, se çdo xhami është vend I bekuar ku adhurohet Allahu Dhul Xhelal, zonja Linda Jonsen nga Suedia, 25 vjeçare, ka shpreh dëshirën dhe vullnetin e saj që të pranoj Islamin me vullnet dhe me dëshirën më të flakt, pa presione, pa imponime, shumë normale, pa dhunë, por Islami I saj ka ardhur nga shpreha e saj e lirë, nga vullneti I saj, prej leximit të saj, prej meditimit të saj dhe mbi gjitha prej respektit të madh që ka pa prej burrit të saj, të cilin janë të martuar në Suedi dhe ka dashur që të jetë edhe në fenë e burrit të saj, respektivisht të jetë komplet muslimane me duket dhe adetet tona shqiptare, të cilat vërtet kanë një traditë shumë mira vjeçare. Alhamdulillah. Këtu e kemi Lindën dhe në anën e djathtë saj është zonja Erdina, e cila është, do të thotë, ka lind në Suedi dhe një suedishtën shumë bukur. Për këtë arsye kemi ftuar edhe këtë që të na përkthen. Edhe ka rastësisë që ajo të jetë këtu prezant me ne. Kështu që një pyetje zonja Erdina teja parashtron Lindës se Islamin e pranon me dëshirë dhe me vullnet. Gëshpak. Urna. Po, fal, suedisht. Shumë bukur. Po, mashallah. Alhamdulillah. Jeni dëshmitar për përgjigjen e saj që mos të kemi pastaj problem, me siguri se gjithë dëshmojmë një gjë të tillë. Mirë. Unë them fjalën hyrëse në Islam, dëshminë e shahadetit e kjo pasmeje pasan. Ashhadu an la ilaha illa Allah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Mashallah, mirë se erdhe Linda në familjen e madhe të Islamit, e Zotit të rujt e qofa që bardhë. Përktheja. Prej sa të je motra jonë dhe e lutum Allahun xhalla xhelaluhu që të ruaj, të jep jetë të gjatë trashëgimtar të halalit në rrugën e Islamit. Edhe pa dyshim këtu shprehi do të thotë atë dëshirën e madhe që gjithë bytë tanë cilët janë në mërgat të bëhen shkaktar me sjelljen e tyre të mirë edhe punën e tyre të vërtet dhe sinqeritetin dhe seriozitetin e tyre që plot e për plot të tjerë që na kanë hapë dyert e vendet tona mike në Evropë dhe në Perëndim që t'ja prezantojnë Islamin, mos t'ja prezantojnë vetëm me deklarata dhe emra dhe mbi emra, por të prezantojnë me vepra dhe punë shembullore, sepse vepra dhe puna shembullore është shëmbëltyra dhe yrneku më I mirë që të tjerët I detyron me mendu për me pranu Islamin. E një prej shëmbëltyrëve tona dhe shembujve konkret, cilat 1000 fjalë I rrezon vetëm
që prezenca e saj në xhami dhe pranimi i saj islamit në këtë vend bekuar është vetë prezenca e zonjës Lind, e motrës tonë, të cilës edhe një herë i shprehmi mirë se ardhe në familjen tonë shumë të madhe që është mbi 1.700.000.000 musliman në përbot. Inshallah Zoti e ruan edhe kjo bëhet shkak që të tjerë të nxjerr nga errësira dhe të sjell në dritën e vetme të islamit. Unë vërtet po i ndryj ato emocionet e mia se kam emocione të jashtëzakonshme, por inshallah Zoti dhul xhelal to e ruan edhe të njëve në të kohë na jep mundësi që të bëhemi shkaktar që të forcohemi në islam edhe të mbledhim mas veti shumë e shumë antar të islamit, në mënyrë që kur dalim nesër në ditën e kiametit para Zotit të madhërueshëm, Allahu të jetë i kënaqur me ne dhe Muhamedi alayhi salatu wassalam, që të i përgjigjet lutja e tij tek Allahu që sa më shumë përkras dhe pasus të ketë nesër në ditën e kiametit. Duaja ju në fundit për motrën tonë edhe për gjithë juve dhe gjithë ju që na përcjellën nëpërmjet kanalit tonë të YouTube-it, mëshira dhe roja e Allahut qoftë për ju, familjet e juja edhe gjithë njerëzit deri në amshoshmëri respektivisht në përjetësi. Faleminderit shumë. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Allahu të rujtë, ya Rabbi. Qyshta? Bon, pa tjetër. Bilini vonu. Ishte një proces verbal të cilin do thotë ju e dini për çdo pajtim, qoftë marrëzë, qoftë pajtim i gjakut, qoftë pranimi i islamit, në xhamin tonë e ruajmë në arkivën e xhamisë tonë e inshallah do të shërbej këto arkiva gjeneratave tona që të vinë në mënyrë që dinë që të parë të tyre ishin në rrugën e Allahut, punuan për rrugën e Allahut dhe u munduan që të trasojnë gjurmë të bukura për historinë tonë, edhe kombëtare, edhe fetare, e mbi gjitha qoftë Zoti i kënaqur me ne, ya Rabbel Alamin. Faleminderit shumë.